nëse shohim edhe të edukimin medial, me gjas ne nuk jemi gati as për edukimin medial, nëse i pyesim këtë grupin e skeptikëve. Gjithmonë ka me pas skeptik. Gjithmonë ka me pas, Gjithmonë. po na duhet të bëjmë diçka në këtë drejtim. Duhet të ndërmarrim një hap. Sikur është ndërmarrë një hap i madh në mësim gjithëtor, tash jemi me fat që po i prim, në fakt, është fat edhe është përgjithësi që po i prim Kosovës si kryeqytet bashkë me partnerët tanë në edukimin medial, një fushë, një temë, siç e thatë edhe ju dhe Berta e përshkruajti shumë mirë, jashtëzakonisht e rëndësishme e kohës. E rëndësishme e kohës sepse Muhamet ne sa kemi ecë në qasjen e teknologjisë, sot 9 nga 10 nxënës kanë telefon minimalisht në xhepat e tyre. Fatkeqësisht shumë prej tyre në shkolla që i marrin jashtëligjshëm sepse ligjërisht nuk lejohet që të kenë telefon në hapësirat shkollore, se përket teknologjisë duhet mbulohet nga komuna, nga shkolla me pajisje të tjera, jo përmes telefonit realizohet ora mësimore. Kemi qasje të pa kufizuar dhe të pa kontrolluar në përmbajtjet ndryshme në internet të nxënësve tanë, në kohë reale, gjatë gjithë kohës, përfshi edhe kohën sa ata janë në klasa.